الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë. Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, sot fal Zotit Madhërisëm, do ta falim xhuman e fundit të këtij muaji të bekuar. Tani më i ka ardhur fundi këtij Ramazani, i cili na solli një atmosferë të mrekullueshme nëpër shtëpitë tona, nëpër xhamitë tona, përmes iftarave të përbashkëta, përmes gëzimit që përjetonim kur qelnim iftar, përmes namazeve të shumta, në veçanti namazeve të teravive, ku gjithë së bashku, shpatull, e me zemrat lidhura, ju drejtuam Allahut Madhërisëm me kërkimfalje, me pendes sinqert, me kërkesë të vazhdueshme që të jemi prej banorëve të xhenetit. Atmosferë kjo që do të na mungoj, padyshim, por ditët e Ramazanit janë ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara. Nuk janë as pak e as shumë, janë aq sa besimtari ka nevojë për të trajnuar, sepse Ramazani është trajnim shpirtëror, dhe jo vetëm shpirtëror, por edhe mendor e trupor. Ramazani vije që besimtari Allahut të kalitet, të përgatitet që përgjatë gjithë vitit të jetë i aftë dhe i gatshëm që ta menaxhojë vetveten e tij, përballë përgjegjësive që ai ka, ta menaxhojë veten e tij në kohë, të realizojë përgjegjësitë e tij karshi Allahut, pastaj edhe karshi njerëzve në përgjithësi, të bëhet model, të bëhet njeri produktiv e pozitiv. Gjallëria që ne e përjetojmë në Ramazan, ndryshimi që ne e përjetojmë në Ramazan, duhet na përcjellë edhe pas Ramazanit. Ramazani shkon, ndahemi nga ai, por nuk ndahemi nga mesazhet e tij. Nuk ndahemi nga porositë e tij madhështore, sepse ato porosi janë porosi të Allahut Madhërisëm për ne. Ramazani është sezon i përcaktuar nga ana e Zotit për ne, në mënyrë që ne t'i arrijmë majet e devotshmërisë. Por Ramazani, për mësimeve kryesore që e ka, është ajo që kur Allahu i Madhërisëm na urdhron për diçka, ne themi sam'an wa ta'an. Si thot Allahu në Kur'an, besimtarët e tij nuk thonë asgjë tjetër në raport me atë që Allahu i urdhon dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur i gjykon ata vetëm se dëgjuam dhe u bindëm o Allah. Prandaj Allahu i cilëson si të shpëtuar. Ulaika humul muflihun. Të këtillët janë të shpëtuarit. Nëse dëshirojmë të shpëtojmë si në këtë botë, po ashtu në botën tjetër, duhet të bindemi urdhrave të Zotit. Urdhra këto që kanë ardhur për të mirën tonë. Urdhra këto burimi i cilave është i gjithdijshmi absolut. Ai i cili kur urdhron për të mirën e robit në mënyrën më të mirë. Urdhron për ta ngritur robin. Urdhron për ta përndritur atë, jo për ta nënçmuar, jo për ta ngarkuar, por për ta çliruar.
Dhe sa herë që besimtarët përgjatë gjithë historisë janë bindur Allahut për Zot, janë bindur pejgamberëve të Allahut për të dërguar të Zotit, ata kanë korrur sukseset jashtëzakonshme në jetë. Ata janë bërë model i papërsëritshëm. Ata janë bërë njerëzit më të çmuar, më të vlerësuar në historitë e njerëzimit. Edhe ne e kemi këtë mundësi. Kur na vinë këto sezone adhurimesh, siç është Ramazani, për plot me begati e mirësi, i stolisur me adhurime të shumta, ne i marrim ato, i përvetsojmë, i ngulitim në zemrat tona dhe mundohemi që përgjatë gjithë jetës t'i aplikojmë ato. Nga se adhurimet që Allahu i ka përcaktuar për ne janë ushqime shpirtërore për të cilat ne kemi nevojë. Ashtu si trupi ynë ka nevojë për ushqime, për të mbetur gjallë, për të mos u tretur, ashtu edhe shpirti ynë ka nevojë për ushqime. Dhe ushqimet më të mira të shpirtit i di Allahu dhe i ka përcaktuar vetë ai. Nuk na ka lënë as neve që t'i zgjedhim ato, as t'i përcaktojmë ato, sepse ne nuk e dim se çfarë realisht i bën mirë shpirtit ton dhe çfarë i bën dëm. Ai që më së miri e njeh krijesën e tij është krijuesi. E askush nuk e njeh më mirë krijesën njerëzore se sa Allahu i Madhërisëm. Prandaj kur Allahu na urdhëron me agjerim të Ramazanit, me dhënje të zakatit, me falje të namazit, me shqiptim të shahadetit, me kryerje të haxhit, e bën për arsye se kësaj plotësohen të gjitha nevojat dhe kërkesat e njeriut, dhe vetëm kësaj kompletohet dhe përsoset shpirti i njeriut. Çfarëdo që të kërkoj tjetër përpos tyre, ato janë vetëm mashtrime të kota dhe nuk garantojnë shpëtim, nuk garantojnë qetësi. Prandaj njerëzit nuk po gjejnë qetësi në pasuri, as në famë, as në pushtet, por e gjejnë vetëm në adhurimin dhe Allahut Madhërisëm, vetëm për kushtimin e tyre ndaj krijuesit absolut të gjithësisë. Jemi në kohën ku nuk na kanë ngelur edhe vetëm 2 ditë, 1 ditë teravi e 2 ditë agjerim. Dhe vetëm se kemi hyrë në fazën e preferuar të dhënies edhe të sadakatul fitrit. E sadakatul fitri, për ata që nuk e din, është ashtu siç e ka përshkruar dhe e ka definuar vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-saim, është pastrim për agjëruesin, wa tu'matan lil-masakin, dhe është ushqyerje për meskinët, për nevojtarët. Është pastrim për lëshimet tona eventuale gjatë muajit Ramazanit, sepse jemi njerëz, gabojmë, sado që e ngritim vetdijen në Ramazan, edhe e shtojmë kujdesin në raport me Allahun, në raport me njerëzit, megjithatë mund të gabojmë. Për këtë arsye sadakatul fitri, një prej roleve kryesore që e ka është i kompenzon, i asgjëson ato gabime eventuale. Në anën tjetër, bëhet shkak i solidarizimit me të gjitha kategoritë e shoqërisë, ku jo vetëm të pasurit, jo vetëm ata që konsiderohen si të shtresës së mesme të lartë, kanë me çka me egzu bajramin e tyre, por edhe kategoritë e dobta të shoqërisë, sikurse të varfrit, skamnorët, bonjakët, të vejat, që nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për bajram. Prandaj nuk duhet neglizhuar as pak, sikurse e konsiderojnë dietarët se visejdën plotësuese të gabimeve të namazit, sadakatul fitrin e konsiderojnë si një lloj se visejdë për lëshimet eventuale gjatë Ramazanit. Andaj atë duhet ta kryejmë ashtu siç është më së miri, çdo kush në bazë të mundësisë ekonomike që e ka. Andaj, si çdo herë, sadakatul fitri duhet të dorëzohet dhe duhet të jepet në organet kompetente të organizimit jetës fetare, që në rastin tonë është Bashkia Islame e Republikës së Kosovës. Bashkia Islame e Republikës së Kosovës është ajo që i menaxhon xhamit, është ajo që e organizon jetën fetare në përgjithësi, është ajo që po prodhon talebe, po prodhon studenta, po prodhon hoxhallar, është ajo që po e mban davetin gjallë, dhe është po e njëjta që ka të drejtën ekskluzive me organizu mbledhjen e sadakatul fitrit. Jo pse bëhet qirak Bashkia Islame, mos mendoj dikush se pasurohet me sadakatul fitra, se me vitra nuk pasurohet askush. Mos u bëfsh për vitra, thojnë plesht, por për shkak se është ibadet që organizohet përmes organit kompetent, autoritetit kompetent, që në rastin tonë është Bashkia Islame e Republikës së Kosovës.
Dhe ky organ i njeh gjitha kategoritë e nevojshme të shoqërisë tonë, kush ka nevojë, sa ka nevojë. Ata që edhe në ndekje edhe në ndarsma të shkojnë që janë hoxhallarët, ata që çdo ditë kanë kontakt me xhamatet e tyre që i njohin më mirë se sa familjarët e tyre. Besoni ne kemi raste që i dim sekretet e disa xhamatlive tonë më mirë dhe më shumë se sa që i din familjarët e tyre, sepse na besojnë, sepse mundohemi t'ju bëjmë zgjidhje. E tash dhe del dikush edhe të përpiqet ta njollos këtë kala e cila daton me shekuj. Besueshmëria se cilës është e palëkundur, është e palëvizshme, është e pamundur që të rënohet kjo kala. Është e mundur që ndonjë individ të gabon çdo kush, ka pasur në raste kohrat e sahabëve që kanë gabu. Po nuk generalizohen gjanat kur. A mund thuhet që e gjithë policia e Kosovës është e keqe vetëm se një polic ka mujt me bëni një gabim? Apo gjithë mjekët e Kosovës janë të këqij vetëm se një mjek ka mujt me bëni një gabim? A mund thuhet që gjithë hoxhallarët janë të këqij vetëm se një hoxh ka mujt me bëni një gabim? Absolutisht jo. Po dikush dëshiron që modelin më të mirë të shoqërisë me rënu, mënyrë që ata mos me i besu, diko po e vret fakti që ky popull e don xhamin, ky popull e don hoxhën, ky popull i beson hoxhës, ky popull është shumë i lidhur me fen. Diko po e pengon kjo, po e verbon, kanë urrëtie patologjike ndaj islamit. Edhe i shfrytëzojnë gjitha mekanizmat që i kanë, e fatkeqësisht mekanizmat e tyre nuk janë të dobta, janë shumë të fuqishme, sikurse ato të mediave. Edhe mundohen me kriju amulli, mundohen me hedh pluhur syve, por besimtarët e drejtë, besimtarët e sinqertë, e njohin hoxhën e lagjës, e njohin edhe institucionin lokal, por edhe institucionin qendror, i njohin gjithë. Nuk ka nevojë me dal dikush edhe me na shit mend, edhe me na tregu se kush është i besueshëm e kush nuk është i besueshëm. Aq më tepër ata që e luftojnë islamin. Ata që vazhdimisht shpifin për islam, shpifin për musliman, na mi marë si burimet mirëqena të së vërtetës, absolutisht jo. Unë jam i bindur që xhamati im, por besoj që edhe gjitha xhamatet e këtij vendi nuk bin prej e këtyre fushatave kundër islame. Por unë thjesht kërkoj nga ju si vëllezër të mi, dhe si xhamat në përgjithësi, si musliman, adresat e besueshme i keni Kur'anin dhe Sunetin. Nuk i kemi këto organe që mundohen me na shkatru me zvete, që mundohen edhe me kriju luftë civile. Nuk e kanë atë problem ata, por na nuk lejojmë sepse çdo herë kemi treguar maturi. Fal muslimanëve të këtij vendi, sot ka tolerancë fetare. Mos harrojmë çdo herë mundohen me relativizu, me e barazu, se kinse gjithë po e mbajmë harmoninë fetare. Wallahi harmoninë fetare janë të mbajt musliman. 94% musliman jemi, që ata që janë shumicë, që ata që janë fuqishëm, që ata e mbajnë harmoninë fetare. Po të ishin 50-50 që kjo harmoni s'kish me kanë. Ja u garantoj që s'kish me kanë. E mos flasim për t'ishte si kurse jemi ne sot. Pra e kundërta, ata 94 e na përqindje e vogël. Ndoshta kishim me na hongër për zgjalli. Andaj, mos lejoni me ra prej e këtyre propagandave sepse asgjë nuk është e vërtetë. Çfarë do që të keni, çfarë do që keni nevojë me diskutu, e jani, dyert e xhamive janë hapur, dyert e zyreve të Bashkisë Islame janë hapur, dyert e hoxhallarëve janë hapur, zemrat tona janë të hapura. Mos lejoni askush me usmu zemrat, sepse e cenoni raportin e juaj me Allahun e Madhërisëm. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.